Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë komentet të ngjarjeve më të fundit. Do të flasim sot për ngjarjet më të fundit, do të flasim sot për dinamikat më të fundit që po ndodhin në ferma VIP. Pikpyetja më e madhe që po bëhet dhe gjërat më të mëdha që në fakt po komentohen është a tolerohet zhaku nga ana e produksionit. Ju e dini shumë bukur që natën e mbrëmshme ndodhi një dinamik, ndodhi një polemik brenda asaj shtëpie. Do me thënë zhaku në fillimet e saj të para, që në ditën e parë kur hyri në shtëpi, hyri si një fanse e mozës. Dhe sinqerisht, mua më çon të mendoj se çfarë është në gjendje të bëj kjo vajzë dhe deri ku mund të shkoj kjo vajzë për interesin e saj. Do me thënë flas konkretisht për zhakun. Çfarë është në gjendje që të bëj zhaku për interesat e saj. Unë që në start, me thënë të drejtën, nuk e kam besuar që zhaku mund të jetë një fanse e mozës, që zhaku mund të jetë një personazh që ta mbështet mozën, sepse vetë natyra e zhakut, vetë qëndrimet e zhakut kanë qenë të gjitha, si me thënë, në kundërvajtje me realitetin dhe kjo gjëja e bën situatën pak edhe më në pikpyetje. Mimoza jo më kot është fenomen, do me thënë Mimoza ka qenë shumë stratege, ka qenë shumë e vëmendshme rreth atij fakti që këta ofron afër vetes edhe kë jo. Tani Kostana që kur hyri në momentin e parë në ferma VIP dhe në vazhdimsi të fermës, Kostana ka qenë konstante në qëndrimet e saj. Do me thënë ka bërë një afrimitet me bujakën, ka bërë një afrimitet normal dhe njerëzor me Mimozën, nuk më duket afrimitet interesi, sepse afrimitetet e interesit dallojnë. Ti kur afrohesh me një njeri për interesat e tua, ajo dallon shumë. Do me thënë të tregon ty një pjesë tjetër, dallon tepër ajo pjesa. Kostana ka patur një qëndrim interesant, e ka mbrojtur Mimozën, do me thënë tamam e ka çuar atë vijën, siç ka qenë tek pjesa e fermës, siç ka qenë tek pjesa e hyrjes së saj, siç ka qenë edhe jashta fermës. Më thënë Kostana ka patur të njëjtat qëndrime, po t'i shohim në mënyrë të detajuar, edhe jashta fermës, edhe brenda fermës me Mimozën. Do me thënë e ka mbajtur të njëjtin rregull që ja ka dhënë vetes. Ndërsa tek zhaku kishte një farë urrëtie dhe inati. Tani duke e ditur më të gjithë edhe problemin. Unë mendoj që zhaku nuk mundet dot që t'i kthehet Mimozës me atë urrëtien e madhe që e ka, sepse zhaku vetëm që ka filluar të krijon urrëtie të madhe, ajo është duke bërë disa analiza, do me thënë ajo ulet edhe mendon, logjikon, bën ca matematika, si jam unë jashtë, si kam dalë unë jashtë, si qëndroj unë jashtë, çfarë ndodh me mua jashtë, si qëndron situata ime jashtë dhe pikërisht kjo gjë do me thënë është fakti dhe shkaku që zhaku nuk mundet dot edhe t'i kthehet me shumë të keq Mimozës, sepse ajo e di që Mimoza ka një fanbase shumë të gjerë jashtë, edhe me njëherë do me thënë zhakun e deklason nga lista. Dhe zgjuarësia Mimozës, inteligjenca e Mimozës është aq e madhe sa që unë dua të citoj vetëm një fjalë që i tha mbrëm zhakut, se unë di aq shumë për ty sa që mund të nxjerr komplet keq. Do me thënë Mimoza, edhe pse ishte shumë e agravuar mbrëm, edhe pse ishte shumë e tensionuar, unë me thënë të drejtë në ferm nuk e kam parë Mimozën në atë tension asnjëherë, e pash që përsëri dhimbseshte zhaku dhe nuk dëshironte që t'ja bën të keqe në një farfor me zhaku, do me thënë nuk dëshironte që zhakun ta nxjerr keq, përsëri ka një lloj dëmshurie brenda vetes. Dhe unë prandaj e dua Mimozën dhe e quaj Mimozën njerëzore. Tani, a rëshkiti mbrëm Arbana në akull? Unë mendoj që Arbana mbrëm rëshkiti në akull, sepse Arbana vetë tha që Agaj do të merrte masa, do të ishte rigoros, do të ishte me qëndrimet forta kundër drejt zhakut, për mënyrën se si zhaku e përdori gjuhën e saj të urrëties, të inatit, të mlefit, atë urrëtien e madhe që vetëm zhaku realisht di ta tregoj, do me thënë ajo e tregoi
Arbana e tha këtë gjë, por përsëri nuk u morën masat. Do të thënë çuditërisht, masat nuk u morën kundër drejt Zhakut për mënyrën se si e kërcënoi Mimozën. Është e kërcënim. Ti thuash ti tjetrës unë do ta bëj jashtë këtë, unë do ta bëj jashtë atë, është kërcënim tipik dhe është thyerje e rregullores më kryesore të fermës, sepse banorët këtë kanë rregullore, do të thënë të mos të kërcënojnë, të mos të godasin njëri tjetrin, të mos përmendin familjarët, të mos të sjellin informacione nga jashtë dhe gjëra të këtilla. Dhe pikërisht Zhaku këtë gjë bëri, do të thënë Zhaku kërcënoi Mimozën me gjithë vetbesimin e saj, duke e ditur se jashtë do të del shumë keq. Por gjithsesi, do të thënë kjo maska, unë e quaj maskë, kjo maska që Zhaku kishte brenda vetes për do të thënë për të nxjerr keq Mozën, për të dashur Mozën, se do të thënë kjo ishte maskë me dy thik me dy presa, mendoj që Zhakut i ra mbrëm dhe Zhaku e tregoi veten e saj. Mua nuk më pëlqejnë, sepse ka nga të njerëz që më thonë ti ron, po ti pse nuk e mbështet Zhakun, po mbështet Mimozën? Ti anon tek ai që e duan publiku. Jo, nuk anoj tek ai që e duan publiku, por anoj tek njerëz të cilët kanë vlera. Anoj tek njerëz të cilët duhet promovuar për gjë të mirë, po nuk mund të them unë që Zhaku është duke treguar vlerë kur Zhaku kërcënon një banore sepse nuk ka argument tjetër, dhe argumenti më i vetëm i Zhakut është që ta kërcënoj Mozën, ta stresoj Mozën edhe t'ja rëndoj Mozës qëndrimin brenda në ferm. Do me thënë, është një situatë e cila besoj që po del jashta kontrollit. Unë, si që pa ta thënë edhe dje, do vazhdoj ta them edhe sot, do me thënë Zhaku është duke bërë një tension të jashtëzakonshëm dhe do vazhdon Zhaku ta bën këtë tensionin, do me thënë do vazhdon ta ketë luftën me Mimozën, gjë që në fakt mua sinqerisht më vjen shumë keq, edhe uroj me zemër që Zhaku të vedisohet dhe të kuptojnë që nuk mund të bëj liderin. Unë mendoj që Mimoza ka hyrë nga dita zero dhe ka vënë një status në jetën e saj, ka vënë një qëndrim në jetën e saj, dhe ky statusi dhe qëndrimi Mimozën do ta gjuante, do me thënë Zhaku në fakt do ta gjuante në tokë për mënyrën se si Zhaku ka filluar që cillet. Unë uroj me zemër që Arbana dhe produksioni, kur të japi një fjalë që do të merr Agai Masa, do të cilën Agai Zarf, do ta shqyrton Agai si gjë, le të mos ta qartësojnë gjën në dhomën e Agai dhe le të mos japin mendime, sepse mendoj që e bukura e gjës është të çohet premtimi i dhënë deri në fund dhe do me thënë të shikojnë situatat siç janë deri në fund, sepse mua më duket çnjerëzore që një personazh, do me thënë si Zhaku apo si në këtë rast do me thënë si Moza, njëra të lëndohet e tjetra do me thënë të vazhdon të vlerësohet. Unë pash në fakt një lloj padrejtësie.